Kujt ja merrte mendja, një lugë uthull molle në ditë mund të na shpëtojë jetën. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë në një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e këtij produkti. Por pavarësisht nga aroma dhe shija, uthulla e mollës mund të përshkruhet gjithashtu si burim i rinisë së përjetshme. Studimet të cilave u referohemi sipas Brightside konfirmojnë se pirja çdo ditë e një lugë çaji uthull molle të tretur në ujë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të sjellë disa përfitime të rëndësishme në dobi të vlerave të organizmit. Por si mund ta konsumoni uthullën e mollës në mënyrë që të merrni përfitimet e saj të rëndësishme? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë disa djegësira në zonat e fytit. Përpasoja ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në një filxhan me ujë përpara përdorimit për të evituar gjithashtu komplikacionet në shëndet. Sugjerohet 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle dhe jo më shumë, dhe gjithmonë e tretur në ujë përpara se ta konsumoni në vaktet tuaja ditore. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthull molle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur edhe me fibra, që do të ndikojnë në dukshëm në shëndetin tuaj të stomakut dhe do të mbajnë në larg komplikacionet e tij. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë gjithashtu edhe si një laksativ, duke u çliruar nga çështjet siç janë konstipacioni. Uthulla e mollës do të ndihmojë me pahashin. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ajo mund të aplikohet në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke u tretur në ujë për të marrë efektet e mira të mundshme. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut, që prek gjithashtu zona të ndryshme të trupit. Uthulla e mollës sipas studimeve mund të ngadalësojë edhe tretjen e karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë më mirë nivelet e sheqerit në trup. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës përpara gjumit mund të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Sigurisht, kombinimi i këtyre produkteve si duhet në dietat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve, si dhe do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe do të evitojë gjithashtu shqetësimet e njëpasnjëshme. Uthulla e mollës do të largojë toksinat nga trupi. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini rregullisht. Ajo do ju ndihmojë gjithashtu për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se uthulla e mollës në konsumin ditor mund të ndihmojë në paksimin e depozitave dhjamore dhe të ndihmojë edhe për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës është një recetë shumë e vjetër popullore. Njerëzit e kanë përdorur ndër shekuj me radhë për gatime dhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se uthulla e mollës mund të ofrojë një gamë të gjerë të përfitimeve për shëndetin. Uthulla e filtruar e mollës ka efekte të ndryshme shëndetësore, përfshirë këtu efektet antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, provat tregojnë se mund të ofrojë gjithashtu edhe përfitime më të mëdha në dobi të vlerave të shëndetit, të tilla si humbja e peshës, ulja e niveleve të kolesterolit, ulja e niveleve të sheqerit e të tjera. Ndaj shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të përbëjë gjithashtu një mënyrë ushqyese të rëndësishme për organizmin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sidoqoftë, pakulontimet duhet të tregojnë edhe rekomandimin e duhur të përfitimeve që mund të merrni nga shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i plotfuqishëm. Përfitimet që do të merrni nga uthulla e mollës janë vërtet të larmishme.
Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e bakterieve të dëmshme, sigurisht e përdorur në mënyrën e duhur. Uthulla e mollës është një uthull e prodhuar nga molla e grimcuar e fermentuar, sheqeri dhe majaja dhe gjithashtu një përbërës kryesor për turshit, marinimin, salcat e sallatave dhe shumë më shumë. Rezultatet që do të merrni në fund prej tyre do të jenë vërtet mbreslënse, lehtësuese për organizmin dhe mbi të gjitha, shumë të rëndësishme në aktivitetet tuaja ditore. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'ju ofroni shëndetit, sigurisht e tretur në ujë përpara përdorimit dhe asnjëherë më shumë se 2 lugë çaji uthull molle të tretur gjatë ditës. Uthulla e mollës është e pasur me elementë të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik, që i jep asaj një aromë të fuqishme. Studiuesit nxjerrin përfundime se ky acid është përgjegjës për përfitimet e tij shëndetësore, pasi përbën 5 deri në 6% të acidit acetik. Uthulla e mollës do të vrasë bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës ndihmon në vrasjen e patogjenëve dhe disa llojeve të bakterieve. Uthulla e mollës vepron si një ruajtës ushqimor, pasi studimet sugjerojnë se i ndalon bakteria si Escherichia coli të rriten dhe të prishin ushqimet. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë gjithashtu kundër mbipeshës. Ullëntimet kanë treguar se uthulla mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbasë në peshë. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle në një vakt që përfshinte ushqime të ngrohta, raportuan se ndiheshin më pak të urritur 120 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ato gjithashtu ndaluan së ngrëni ushqime për 3 deri në 24 orë pas konsumit të uthullës. Uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës përdoret si një trajtim tipik për sëmundjet e lëkurës, si ekzema dhe lëkura e thatë. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë mund të jetë pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit të pashit të lëkurës dhe të forcojë barierën që e mbron atë. Për më tepër, përfituesit alkalin që mund të përdoren nga uthulla e mollës mund të neutralizojnë bakterie të ndryshme dhe të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Sipas Healthline, përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të ndihmojnë në dukshëm në dobi të vlerave të shëndetit dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sigurisht, nëse doni ta përdorni atë si një trajtuese të shëndetit, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu kundërveprimet ose edhe efektet negative. Uthulla e mollës prodhohet duke fermentuar mollët dhe rezultatet do të jetë një lëng i prehtë dhe acid. Zakonisht përdoret si një përmirësues i shijes dhe ruajtës së shëndetit. Disa njerëz pretendojnë se uthulla promovon gjumin dhe marrja e saj mund të ofrojë shumë përfitime. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total në organizëm. Një përmbledhje kërkimore zbuloi se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit total. Megjithatë, studiuesit sugjerojnë se marrja e rregullt me kalimin e kohës mund të jetë çelësi për të lehtësuar komplikacionet, por gjithmonë duhet ta përdorni atë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu kundërveprimet dhe efektet e saj negative për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një produkt natyral që ofron përfitime të mira për shëndetin dhe menaxhimin më të mirë të peshës. Uthulla e mollës njihet ndërkombëtarisht se vjen nga lëngu i mollës pas fermentimit të sheqernave të saj dhe ndihmon mikroorganizmat, kryesisht bakteriet. Përbërësi kryesor i acidit acetik, i cili jep aromë dhe shije të fortë karakteristike, përveç acidit acetik ajo përmban acid malik, probiotik, enzima, vitamina dhe element gjurmë. Nëse doni ta përdorni uthullën e mollës si një trajtuese të mirë për shëndetin tuaj, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet ose ndërveprimet negative për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.